Çfarë I detyrohet Europa Shqipërisë? Kur flasim për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Europës, zakonisht flitet për detyrimet që ka Shqipëria ndaj kontinentit të vjetër, reforma, drejtësi, ekonomi, demokraci funksionale, standarde europiane. Por rrallëherë I shtrohet publikut një pyetje më e drejtë dhe më e ndershme: çfarë I detyrohet Europa Shqipërisë? Në këtë analizë do të shqyrtojmë me vëmendje kontributet që kombi shqiptar I ka dhënë Europës, në histori, në mbrojtjen e qytetërimit, në sigurinë rajonale, në vlerat kulturore, dhe do të shohim se si, përkundër këtij kontributi të pasur, Europa ka mbetur shpesh një kreditor I padrejtë që kërkon pa dhënë mbrapsht asgjë. 1. Mbrojtja e qytetërimit europian në mesjet. Kontributi më I madh që Shqipëria I ka dhënë Europës ndoshta është ai I Gjergj Kastriotit, Skënderbeu. Për më shumë se 25 vjet, Skënderbeu ndaloi marshimin Osman drejt Europës perëndimore. Kjo nuk është thjesht mitologji kombëtare, kjo është një e vërtet historike, e pranuar nga historian të njohur europian si Marin Barleti, Edard Gibbon, e më vonë nga studiues si Noel Malcolm. Papa Piu I e quajti Skënderbeun atlet I Krishtit dhe shumë kush në atë kohë e shite Shqipërinë si kufirin e fundit mes qytetërimit të krishterë dhe perandorisë osmane. Ndaj, Europa I detyrohet Shqipërisë një borxh historik për ruajtjen e qytetërimit dhe të vetë ekzistencës së saj politike dhe fetare. 2. Shqiptarët si faktor stabiliteti në Ballkan. Në shekullin XXI dhe XXI, Ballkani ka qenë një vatër e konflikteve dhe shpesh një çështje e ndjeshme për sigurinë europiane. Shqipëria, ndryshe nga disa fqinj të saj, nuk ka pasur pretendime territoriale ndaj të tjerëve dhe në mënyrë të qëndrueshme ka mbështetur paqen, bashkëjetesën ndëretnike dhe integrimin europian të rajonit. Roli I Shqipërisë në stabilizimin e Kosovës dhe në mbështetjen e saj për paqe gjatë krizave në Maqedoninë e Veriut, Bosnjë dhe Malë të Zi ka qenë vendimtar. Pa këtë faktor shqiptar stabilizues, Europa do të kishte pasur shumë më tepër kriza në pragun e saj juglindor. 3. Shqipëria si vend model për bashkëjetesën fetare. Europa, në dekadat e fundit, është përballur me sfida serioze të radikalizmit fetar, të islamofobisë dhe krizës së identitetit kulturor. Ndërkohë, Shqipëria është një vend që ofron një model unik të bashkëjetesës paqësore mes besimeve, musliman, katolik, ortodoks dhe bektashin jetojnë në paqe dhe harmoni, pa tensione, pa fanatizëm dhe pa përplasje. Ky model I rrallë, I vlerësuar edhe nga Papa Francesku gjatë vizitës së tij në Tiranë në vitin 2014, është një pasuri shpirtërore dhe kulturore që Europa duhet ta vlerësojë dhe ta marrë si shembull. 4. Kontributi I shqiptarëve në Europë si diasporë. Shqiptarët që jetojnë në Europë, në Itali, Gjermani, Zvicër, Greqi, Austri, Francë e Gjetkë, janë ndër komunitetet më punëtore dhe më të integruara. Ata kontribuojnë në ekonomitë e vendeve pritëse me punë, dije dhe shpesh me sakrifica të mëdha. Vetëm në Itali, shqiptarët kanë themeluar mira biznese të ligjshme, kanë dhënë kontribute në mjekësi, arsim, ndërtim, art dhe sport shqiptar si Lorik Cana, Ermal Meta, Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha e shumë të tjerë kanë ndikuar kulturën dhe sportin europian me talentin e tyre. Europa ka përfituar ekonomikisht, kulturorisht dhe njerëzisht nga diaspora shqiptare. Është koha të njohë këtë kontribut, jo vetëm me fjalë, por edhe me politika më përfshirëse dhe respekt më të madh. 5. Shqipëria si një aleate e besueshme e perëndimit. Shqipëria ka qenë ndër vendet më të hershme në rajon që është rreshtuar qartë me NATO-n dhe perëndimin. Ajo ka marrë pjesë në misione paqëruajtëse, ka dhënë kontribute në Afganistan, Irak dhe vende të tjera, edhe pse me një buxhet të vogël ushtarak. Shqipëria ka qëndruar krah për krah me politikën e jashtme të BE-s dhe SBA-ve në çdo moment kyç, për Ukrainën, për Iranin, për Izraelin, për politikën e sanksioneve. Ka qenë gjithmonë një vend besnik, edhe kur ky besnikëri nuk I ka sjellë ndonjë përfitim konkret. 6. Trajtimi I padrejtë dhe standardet e dy fishta. Europa I detyrohet Shqipërisë një sjellje të ndershme dhe pa hipokrizi. Nëse flitet për standarde, atëherë ato duhet të jenë të njëjta për të gjithë. Nuk mund të pranohet që vende me probleme të theksuara të korrupsionit, autoritarizmit dhe mungesës së lirisë së medias, si Hungaria apo Bullgaria, të jenë anëtare të BE-s, ndërsa Shqipëria të mbetet gjithmonë në dhomën e pritjes. Europa I detyrohet Shqipërisë një trajtimi të barabartë, pa paragjykime kulturore, pa frikë nga të tjerët dhe pa korniza të ngushta të mendimit kolonial. Shqipëria nuk është një vend që lyp derën e Europës, është një pjesë e natyrshme e saj. Historia, kultura, gjaku dhe përkushtimi I shqiptarëve e kanë bërë këtë të qartë.
Europa i detyrohet Shqipërisë njohje, respekt, mirënjohje dhe trajtim të drejtë. Dhe nëse dëshiron të jetë një projekt i ndershëm dhe gjithëpërfshirës, atëherë duhet të fillojë ta trajtojë Shqipërinë si një partnere të barabartë, jo si një nxënëse të përjetshme në bankën e fundit të klasës. Është koha që Europa të shlyejë borxhet e saj.